Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Mjeku jep urdhër, nëse hani vezë çdo ditë dëgjoni këtë lajm urgjent. Vetit të dobishme të vezëve të pulave janë në pikpyetje në mënyrë të vazhdueshme. Njerëzit përgojuan për këtë produkt i cili tani është provuar se është unik në përbërjen e tij në mënyra nga më të ndryshmet, ja cilat janë rezultatet e studimeve të fundit mbi përfitimet e vezëve të pulave për trupin e njeriut. 2 deri në 3 vezë është doza optimale ditore. Truri juaj është nën mbrojtjen e kolinës. Fosfolipide të cilat sigurojnë komunikimin normal të qelizave të trurit është materiali më i rëndësishëm që përbëhet nga kolina. Është provuar klinikisht se kjo vitaminë është e veçantë dhe është materiali më i rëndësishëm ndërtimor i trurit. Nëse hani 2 vezë në ditë, trupi juaj e merr mjaftueshëm këtë lëndë ushqyese dhe mungesa e kolinës gjithashtu mundet që të çojë në uljen e kujtesës. Shikimi ruhet fal luteinës. Hulumtimet e reja kanë treguar se vezët e pulave janë të pasura me lutein dhe gjithashtu kjo substancë është përgjegjëse për shikimin e qartë dhe të mprehtë. Me mungesën e tij ndryshimet shkatërruese në indet e syrit grumbullohen dhe shikimi juaj do të përkeqësohet në një mënyrë tepër të pakthyeshme. Vitamina D ndihmon për të absorbuar kalciumin. Në qoftë se ju i dhuroni një personi zgjedhjen midis pijes së një lugë vaj peshku ose të hajë një vezë të zier, shumica do të preferonte pikërisht këtë të fundit. Sidomos në qoftë se ata zbulojnë se përmbajtja e vitaminës D është e njëjtë në të dy rastet. Për më tepër, shkencëtarët gjetën një mënyrë për të rritur sasinë e vitaminës D në vezë, duke ushqyer pula me suplemente të veçanta. Vitamina D ndihmon kalciumin që të absorbohet më mirë dhe gjithashtu të forcojë kockat dhe dhëmbët tuaj. Kompleksi i vitaminave B e mbron gjithashtu lëkurën tuaj, flokët dhe mëlçin. Biotina, vitamina B12 dhe proteinat e tretshme ushqyese kontribojnë në forcimin e flokëve dhe gjithashtu të lëkurës. Fosfolipide që përmbajnë vezët e pulës nxisin eliminimin e toksinave nga mëlçia. Rreziku i sëmundjeve kardiovaskulare do të zvogëlohet. Pavarësisht opsioneve të mëparshme, hulumtimet e reja kanë treguar se kolesteroli është i balancuar me fosfatide, kështu që nuk është i dëmshëm për shëndetin tonë. Dhe për këtë arsye ai gjithashtu pengon prodhimin e kolesterolit të keq në trup. Përveç kësaj, vezët përmbajnë acide omega 3 të cilat reduktojnë nivelet e triglicerideve, duke reduktuar kështu rrezikun e sëmundjeve kardiovaskulare. Ju filloni të humbisni peshë. Shkencëtarët amerikanë dolën në përfundimin se nëse kombinoni një dietë me kalori të ulët me vezë të pulave duke i konsumuar për mëngjes, ju do të humbisni peshë 2 herë më shpejt. Një mëngjes i tillë për ju për një kohë të gjatë ju lejon që të ulni sasinë e ushqimit të konsumuar brenda një dite. E dobishme nëse planifikoni fëmijë. Vitamina B gjithashtu merr pjesë në formimin e hormoneve. Vitamina B9 ka një tjetër emër si acid folik. Me ndihmën e saj formohet qeliza e kuqe e gjakut dhe tubi nervor i fetusit dhe gjithashtu zvogëlohet rreziku i vonesës mendore të një fëmije. Kjo është arsyeja pse vitamina B9 është aq e nevojshme për gratë gjatë planifikimit të shtatzanisë. Një vezë pule përmban 7.0 mg të vitaminës. Procesi i plakjes ngadalësohet. Kjo u bë e dukshme nga hulumtimi kryer nga shkencëtarët holandezë. Në 87% të grave nga 35 deri në 40 vjeç, shenjat e moshës u zhdukën dhe lëkura u tërhoq. Tek meshkujt, rrudhat e syve u dukën më të zbutura. Vezët mbartin vlera
të jashtëzakonshme ushqyese për shëndetin e njeriut. Sipas informacioneve, ato bëjnë pjesë në listën e 10 ushqimeve më të rëndësishme për organizmin. Vezët ofrojnë proteina të plota. Një vezë gjithashtu përmban 9 aminoacide të cilat janë më thelbësoret dhe që përbëjnë shtyllat kryesore të proteinës. Këto aminoacide nuk prodhohen dot nga trupi. Veza gjithashtu përmban 6 gram proteinë dhe njëkohësisht gjysma e saj gjendet tek e bardha e vezës. Vezët janë të pasura me ushqyes. Një vezë e vetme ofron proteinë cilësore dhe vitamina dhe minerale tepër të dobishme, të cilat gjithashtu munden që të mbajnë zemrat tuaja sa më të shëndetshme. Vezët ulin trigliceridet. Niveli i trigliceridëve duhet që të jetë i ulët dhe për një shëndet sa më të mirë. Nga ana tjetër, vezët janë veçanërisht të pasura me acide omega-3 dhe duket se kanë aftësinë që të ulin nivelin e triglicerideve. Vezët ulin gjithashtu edhe gjasat e sëmundjes së ishemisë. Studimet nga ana tjetër sugjerojnë që njerëzit të cilët hanë një vezë në ditë janë 30% më pak të rrezikuar nga vdekja e parakohshme si pasojë e ishemisë. Vezët janë të mira për zemrën. Njerëzit të cilët hanë rregullisht janë më pak të rrezikuar nga sëmundjet e zemrës. Ata të cilët vuajnë nga diabeti tipi 2 kanë një zemër të shëndetshme fal një regjimi ushqimor ku përfshihen vezët. Studimet gjithashtu konfirmojnë që njerëzit të cilët hanë një vezë në ditë janë më pak të rrezikuar nga sëmundjet e zemrës. Vezët të ngopin. Njerëzit që hanë vezë në mëngjes ndihen më të ngopur gjatë ditës. Për llogaritet shkencore gjithashtu tregojnë se personat të cilët hanë një vezë në mëngjes marrin 130 kalori më pak në drekë. Vezët për shëndetjen e syve. Antioksidantët të cilët gjenden tek veza mbrojnë shëndetin e syve dhe parandalojnë sëmundje të ndryshme. Antioksidantët gjenden edhe tek barishtet, por vezët janë burimi më i mirë fal yndyrës që lehtëson përthithjen e tyre. Vezët për një mendje të mprehtë. Vezët gjithashtu përmbajnë vitaminën D, e cila mirëmban shëndetin e trurit dhe komunikimin mes qelisave nervore. Për më tepër, vezët përmbajnë kolin, një vitaminë e veçantë për shëndetin e trurit. Në qoftë se ju hani 2 vezë në ditë, trupi juaj merr mjaftueshëm nga kjo lëndë ushqyese. Mungesa e kolinës shkakton përkeqësimin e kujtesës. Gjithashtu, veza rrit sistemin imunitar. 1 ose 2 vezë në ditë mundet që t'ju luftojë për infeksionet, pasi vezët janë të pasura me selenium, i cili është jashtëzakonisht i dobishëm për një sistem të shëndoshë dhe të fortë imunitar. Dhe konsumimi i vezëve rregullon humorin e gjendrës tiroide. Veza redukton stresin dhe lehtëson ankthin. Vezët përmbajnë aminoacide esenciale që ndihmojnë shëndetin mendor, rregullojnë çlirimin e serotoninës, e cila është një neurotransmetues përgjegjës për relaksim, qetësinë dhe humor të mirë. Veza rrit dhe përmirëson shëndetin e dhëmbëve dhe kockave. Vezët janë burimi më i mirë i vitaminës D së bashku me rrezet e diellit. Kjo vitaminë është thelbësore për rritjen dhe zhvillimin e kockave dhe dhëmbëve. Për më tepër, kjo vitaminë nxit absorbimin e kalciumit, e cila është esenciale për metabolizmin, tretjen dhe shëndetin e zemrës. Veza përmirëson lëkurën. Vezët janë jashtëzakonisht të pasura me vitaminë B kompleks, të cilat janë thelbësore për shëndetin e flokëve dhe të lëkurës, si edhe për funksionimin e duhur të mëlçisë dhe njëkohësisht të syve. Vezët janë të pasura me vitaminën B2 dhe B12 dhe ulëmtimet kanë treguar se vitaminat B kompleks janë vendimtare për një funksionim të shëndetshëm të mendjes dhe të sistemit nervor. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona.
Nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato, faleminderit që e patë videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.